Përgatisim parmigiane në furrë me mish të grirë. Do na duhen 3 parmigiane, unë do bëj një tepsi të vogël. Duhet të priten shumë të holla që të jetë më e kollajshme për t'i skuqur. Nuk është nevojshme që të skuqen shumë, një skuqje të lehtë sepse do piqen edhe në furrë. Ju tregoj se çfarë na duhet për mbushjen: 2 hudhra, 1 gjysmë qepe dhe 1 domate. Grim hudhrat, më shprishur mikseri, do më kishe shpëtuar dhe kisha mbaruar më shpejt, por që tani po I grim me dorë. Shtova dhe 1 domate tjetër sepse mu duk shumë pak. Skuqim qepën, shtojmë 500 gram mish, domate, piper dhe jekrip. 1 gotë uj, 1 lugë salcë dhe do t'i lëm për 15 minuta të zjejnë. Shtresa e parë me parmigianen e kisha bërë gati, tani bëjmë mbushjen dhe e njëjta gjë do bëjmë shtresën e dytë prapë me parmigiane dhe në fund do bëjmë pra mbushjen e fundit. Mund t'i hidhni dhe djathë të grirë, djathë picash, unë I hodha dhe pak djathë kaçkavall sepse më kishte ngelur, e vëm në furrë për 25 minuta në 180 gradë. E provojmë dhe ka dalë vërtet super I shijshëm, herë e parë që bëj këtë gatim dhe vërtet ja vlen dhe Noelis I pëlqeu shumë. Mbyll darkën me një tap Polivox, po Ju lë dhe rezultatin e Florikës, e cila ka humbur plot 6 kg duke përdorur paketën ekonomike. Shihemi në videot e radhës.